Të nderuar media, të nderuar qytetarë, ju falenderoj që jeni pjesë e kësaj konference për media të ftuar nga Partia Demokratike dhe nga Gjilan për të ngritur në jashtë shqetësimin tonë për një temë që është tetë e rëndësishme për Gjilanin, por e cila fatkeqësisht po politizohet dhe po problematizohet nga i pali i komunës Gjilanit, i cili ka vazhdu me lojën e tij politike duke ftuar seanca urgjente për temat që nuk kanë qenë urgjente dhe nuk janë. Për ne, si Parti Demokratike, është e papranueshme që të vazhdohet me këtë qasje të kryetarit komunës, i cili në vend që të diskutojë, në vend që të komunikojë, në vend që të bashkëpunojë me opozitën për t'i kaluar vendimarrjen mirëmarrë që ka hije e komunës Gjilanit për tema të rëndësishme, ai e ka zënë rrugë e cila e ka vetëm një qëllim për të paraqitur opozitën, për të paraqitur Partinë Demokratike si pengesë për vendimet e rëndësishme në Kuvendin e Komunës Gjilanit. Andaj ne sot ju kemi ftuar edhe një herë për të sqaruar qëndrimin e Partisë Demokratike sepse ne kemi marrë pjesë në këtë seancë urgjente dhe në qëndrim tonin që do ta themi publikisht se ne si Parti Demokratike asnjëherë tutje nuk do të marrim pjesë në seancat urgjente të cilat i fton kryetari i komunës këtë formë. Sepse temat urgjente dihet cilat janë dhe Kuvendi Komunal e ka një rregullore e cila e përcakton shumë qartë se si duhet veproj në tema të rëndësishme dhe ato mundsohen përmes seancave të jashtëzakonshme nëse nuk është mundësia me i procedu përmes seancave të rregullta. Tema e universitetit Kadrizeka Gjilan ka qenë dhe është arsyeja pse është ftuar kjo seancë dhe e quajtur urgjente. Ne këtu sot po paraqesmi dëshmitë të cilat i kemi të paraqitura përmes komunikimit zyrtar të rektorit të universitetit, të sekretarit të Universitetit Kadrizeka me komunën e Gjilanit. Dhe një kërkesë e parë e cila është bërë ndaj komunës së Gjilanit për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale në kompleksin e shkollat të mesme është adresuar me datën 8 tetor 2024. Kjo kërkesë ka qenë e drejtuar ndaj kryetarit të komunës Salman Hyseni dhe ndaj Ali Arifit, drejtor i Drejtorisë së Urbanizmit. Pastaj, kërkesa e dytë është adresuar me 30 tetor 2024. Dhe këto nuk ka marrë përgjigje fare Universiteti Kadrizeka. Kërkesa e fundit e vitit kaluar është me 16 dhjetor. Domthonë 3 kërkesa që janë adresuar në muajin tetor, nëntor, dhjetor të komunës Gjilanit, kryetari i komunës i ka injoruar plotësisht dhe ka eshtur tërësisht ndaj kësaj kërkese urgjente të universitetit e cila ka pas dhe ka një mundësi për të investuar në një objekt të ri si donacion që ka ardhur për Universitetin Kadrizeka. Kjo flet shumë që 5 muaj kryetari i komunës nuk ka gjetë kohë ta thret një seancë ose ta thret një takim për të diskutuar se cila është zgjidhja e kësaj kërkese të Universitetit Kadrizeka. Pas presionit të madh të universitetit me të drejtë që ka bërë ndaj kryetarit të komunës, ai pa konsult fare del dhe thon seancë urgjente duke u thënë që edhe partitë opozitare dakordohen. Ne nuk kemi dakorduar për seancë urgjente, ne nuk kemi dakorduar për propozimin që ka dhënë kryetari i komunës që universitetit t'ia jep pronën në shfrytëzim shkollën e mesme të bujqësisë e cila fatkeqësisht është bërë e pashfrytëzueshme nga kjo qeverisje dhe ajo sot është e zbrazët. Ne si Parti Demokratike, pas takimit që kemi pasur edhe me kryesinë, edhe me asamblestët, kemi ardhur në përfundim se propozimi i kryetarit të komunës për t'ia dhënë në shfrytëzim një shkollë mesme është e papranueshme spoko për 5 arsye. Andaj e kundërshtojmë dhe nuk do të votojna atë propozim kryetarit, por jemi që të votojmë për kërkesën e parë të cilën e ka adresuar Universiteti Kadrizeka, e cila është dhënia në shfrytëzim e tokës që gjendet pranë universitetit, që gjendet në kompleksin e shkollave të mesme. Ne japim 5 arsye pse është i papranueshëm
dhënia e shfrytëzimit të shkollës së mesme bujqësisë Universitetit Katolike. E para, di që është kundërshtim me PZK-n, planin zhvillimor komunal. Një plan ekziston edhe sot, edhe pse është i stërvjetruar, i vitit 2008, por e cila është në fuqi, edhe ajo është bazë për çdo shfrytëzim të hapësirës në komunën e Gjilanit. Ai plan zhvillimor komunal e parasheh ndërtimin e kampusit universitar në hapësirat ku është sot FSK-ja Gjilan. E dim që ajo mundësi është vështirë e realizueshme, por nuk mundemi pa një dokument tillë me bon një dislokim dikun tjetër me një propozim i cili ka ardhur në këtë formë në komendin komunal. Pra, arsyeja jonë pse nuk kemi për më dhënë shfrytëzim shkollën e mesme është kjo, është kundërshtim planin zhvillimor komunal. E dyta, atë shkollë e ka ndërtu qeveria daneze, Danimarka. Një organizatë që quhet Danida. Bëjari ka qenë atko drejtori i arsimit, e dim shumë mirë çu ka ardhur investim, është ndërtuar një shkollë e jashtëzakonshme, e them me përgjegjësi dhe me siguri të plotë që është më e mira në Kosovë, që është ndërtuar në vitin 2012-13 dhe me të gjithë infrastrukturën e domosdoshme e nevojshme për nxënësit e asaj shkolle. Në qeverisën tonë ajo shkollë është ndërtuar, është lëshuar në shfrytëzim, ka funksionuar me laboratore, me kuzhinë, me sera, me fermë e me gjithë ato, fatkeqësisht pas qeverisës tonë ajo është degraduar derisa është mbyllur. Prandaj kryetari i komunës është dashur të na informojë nëse ka marrë pëlqim për një organizatë që ka investuar 1,5 milion euro Danida, a hipet në shfrytëzim në një formë çfarë po hipet universitetit. Pra është kundërshtim me Danidën. E treta arsye pse ne jemi kundër këtij propozimi është sepse është kundërshtim me planifikimin e buxhetit komunal 2025. Ne si Parti Demokratike, njëra për kërkesave tona, kur e kemi votu buxhetin komunal, për këtë vit ka qenë propozimi shefit të grupit të PDK-s që të ndahet buxhet rreth 300.000 euro për ta funksionalizuar atë shkollë, për me shërby nxënësave dhe me i subvencionu për me nxit atë shkollë që të jetë funksionale. Arsyeja e katërt që ne e shohim të paralizueshme është sepse OKZ-ja nuk është e pajtimit, është prej zonës e pajtimit, shkoj atje, për ndryshe kërkesa e parë, edhe e fundit që ka ardhën, në tash fundi me 16 dhjetor, është kërku që tipet shfrytëzim ato që thash fillim te kompleksi shkollave të mesme. Pra është kundërshtim me kërkesën e universitetit, është kundërshtim me vullnetin dhe stafit të akademik të universitetit dhe është kundërshtim me vullnetin e studentëve të Gjilanit, të cilët nuk duan që në këtë formë të ndahet universiteti në prej një qoshin në qoshin tjetër të qytetit. Andaj mungesë të një plani, të një ideje të kompletume, kryetari i komunës afron zgjidhje ad hoc të përkohshme atë për atë, në mënyrë që vetëm ta heq barrën e dy çështjeve që ky ka të pakalueshme ndaj dështimet veta, sepse është fshati i lumtur edhe është shkolla mesme e bujqësisë si barr që ky nuk është në gjendje për 4 vite me i funksionalizuar. Dhe pesta arsye që është tetë e rëndësishme është sepse në këtë formë që ka ardhur propozimi me shku atje, nuk është respektu asnjë procedurë elementare. Nuk është ardhur as për urbanizmit, e cila në përgjigjen e vet që ka dhënën, po në muajin tetor 2024, thot mbas të përgjigjes që ka dhënë universitetit, sipas njoftimit të datës 26/12/2024 nga detyria e urbanizmit, planifikim mbrojtje të mjedisit, përgjigja ka qenë që jemi në pritje të debatit publik për hartimin e zonave të komunës së Gjilanit. Kjo tregon, përgjigja e urbanizmit tregon se komuna e Gjilanit e ka bllokuar çdo investim serioz madhor për Gjilanin sepse janë në kundërshtim me dokumentin e bazë që quhet Kushtetuta e planifikimit të hapësirave në komunën e Gjilanit. Prandaj për neve është e papranueshme dhe ne si Parti Demokratike janë e paraqesme qëndrimin tonë që i kërkojmë kryetarit të komunës të kthjellet, të ndalë para fushatës sepse ka punë ende nëse do në punu, 3 vjet ka punu, po s'pako tash mos ta bëj këtë politizim të temave të rëndësishme, mos veproj njësoj sikur të buxheti, sepse është e dëmshme për Gjilanin
dhe për institucionet tona, dhe ne duhet të jemi në nivel detyrës të jemi të përgjithshëm dhe t'i kthemi përgjigje vendimarrjes tonë të ligjshme dhe procedurore në komunën e Gjilanit. Fatkeqësisht, as komiteti për urbanizëm, as e për katastër, as një profesionist i fushave caktume nuk ka hap debat, ka si thirrë seancë pa material, cilën e ka pru në ditë me materiale. Andaj, ftesa jonë është që të hapet takimi për diskutim fillimisht, të harmonizohet me universitetin, të harmonizohet me sovjetë politike, pastaj ta procedojmë tutje për miratim në Konventin Komunal. Kjo është, nëse ka ndonjë pyetje? Po, në seancën e sasme, e cila të shkretë në mjes forumit, pari pasën konsulta dhe me kryesuesin në raporton që për me ftoni takim konsultate edhe me subjektet politike, për me dhënë zgjidhje kësaj çështje. A do të merrni pjesë në një takim të temës së sotme? Bëjore i ka përgjigj zëre ftesave për diskutime, edhe në asnjëherë nuk kemi ikë diskutimeve. Po na ikmi në mënyrës klandestine të temave me miratur në Konventin Komunal. Në çfarë formë jemi kundër. Përndryshe, çdo ftesë ju kemi përgjigjemi, por ajo të takimet jenë sinqerisht jenë takime të diskutimeve, debatit, jo të imponimit të zgjidhjeve për këtë çështje. Ndërruar është një kjo një gomë gjanë të kurioziteteve, me në kushtu pyetje këtë rast, po shkurtona në dy pyetje të thjeshta ose të mundshme nëse është të mundshme në mund të përgjegjë, ku tha se për drejtues të universitetit, po edhe për studentët është i papranueshëm projekti ose hapësira të shkolla bujqësisë. Gjithashtu një farë mënyre e krijova edhe përshtytje që kryetari i komunës domthonë po e zvarit mesën ose po imponon vetëm atje hapësirën e domosdoshme. Ju si PDK, a keni marrë për shembull ndonjë lokacion konkret prej drejtuesve të Universitetit Kallezeka, se ku ata mund të vendosen, dhe a keni ju një lokacion të sigurt ose të qasshëm ose të përshtatshëm për Universitetin Kallezeka, po gjithashtu edhe a janë shërtu të gjitha mundësitë e mundshme me kryetarin e komunës në këtë rast për lokacionin adekuat ku Universiteti Kallezeka do të vendoset. Sepse tashmë në disa raste një farë mënyrë kur përmendet Universiteti Kallezeka, FSK-ja në drejtësi uzurpatore e hapësirës të Universitetit Kallezeka. Nuk është kjo konferenca e parë për media që është tonë. Andaj, i shkromina mos sharu për shembull një dhe për gjithmonë që kjo për shembull mos ta paraqet FSK-n si një uzurpatore ku ka uzurpu hapësirën për Universitetin Kallezeka. Na, si Partia Demokratike, asnjëherë nuk kena synu, as nuk synojna të imponojna zgjidhje të temave të kësaj natyre. Por, kur kemi qenë në pushtet, janë zhvillu procedurat e dëgjimeve publike dhe me shumicë absolute të Konventit Komunal është miratu një plan zhvillimor komunal, i cili ka parapa kompleksin e kampusit universitar të FSK-ja. Për arsye të njohura, ajo nuk ka qenë realizuar ndaj tash, në rregull jena. Edhe tani, ne nuk kem ide, me thon apo qëllim me thonë që ne mendojmë që to pikë. Jo, do të më hap debatin. Do të më hap debatin me subjekte politike, në Konventin Komunal, me profesionistë fusha caktuar, me universitetin, me stafin, me studentat. Ne për këtë zgjidhje. Edhe kudo që të jetë zgjidhje e pranueshme, unë mendoj Gjilani ka zgjidhje, shumë ta ka. Kryetari ka tentuar edhe është dashur të tentuar në rregull jena për këtë çështje. E ka ofruar tregun e veturave atje si ai ka ofruar si ide. Kryetari i komunës e ka ofruar universitetit. Pastaj ka ofruar fshatin e lumtur më ia dhon. E ka para mendone, një herë ja ofron Halil Kastratit me menaxhu fshatin e lumtur, që në investu të miliona euro, pastaj i afron Bashkisë Islame për me dhonë shfrytëzim, pastaj tash fundi ja kanë ide me universitetit në shfrytëzim. Don 3 propozime kryetari ja jep 3 institucioneve merren menaxhën e fshatit të lumtur. Këtë pa aftësi për me dhonë një kontribut si komunë me funksionalizu atë projekt për shkallë është ardhë investimit nga donatori arab këtë komunë. Por pa tash fundi është dhënë ideja te parku i qytetit që është sponsu disa hektar tokë atë. Çdo zgjidhje
është në rregull, por që është e pranueshme për universitetin edhe për ata që janë të kyçur ndaj pasdrejt. Por jo me teke që çto nuk po duhet, çto jo, nuk shkon. Nuk qeveriset komuna në këtë formë. Do të ketë debat, bashkëpunim, konsultim, vendimmarrje të lehtëshme në mënyrë që lecëm përpara. Zotë Rashidi, nga paka shumë kemi përcjell kontinuitetin e ditëve të fundit kësaj iniciative, edhe prezentimin e rektorit paraprakisht, ku ishte edhe zoti Bujati në prezentim, u theksu që alternativat mund të ndrojnë, mund të diskutohen, po koha nuk përndosh. Domethënë që është e ngutshme pak për shkak të donacionit, për shkak të ikjes të mundshëm të donacionit, ndërsa në një prononcimur edhe po të rrosin edhe ministrin aktual të arsimit ta marrë, tha ju siguroni lokacionin, ne sigurojmë mjetën, do të përmerr barën e financimit për sipër. Kjo që po thoni ju që alternativat është mirë të diskutohen, është vërtet shumë mirë, po para se të diskutohen, pasi vendi më i përshtatshëm është kuvendi i komunës të debatohet, të diskutohet. Ndërkohë që ju nuk morët pjesë sot në seancën, a ka të bëjë kjo pak më shumë me inate eventuale, apo ka të bëjë me parimet që ju paraprakisht duhet dëshironi të dakordoheni, e pastaj shkoni në seancë pothuajse me qëndrime unanime për tema caktuar. Mu vjen shumë keq për ata që vlerësojnë, na vlerësojnë që për shkak të inateve ne kemi këtë çështje. Shumë gabim është. Nuk mund të quhet dhe të thirrët një seancë urgjente pa arsye. Apo kupton? Kuvendi komunal i ka procedurat që është marrë një seancë rregull për tema të ngutshme, jo urgjente. Të ngutshme janë seancat të jashtëzakonshme që thirren më na 3 ditë. Është procedura me thirr kryetari i komunës, kryesuesi apo iniciativën që marrin asamblesë me 1/3 e tyre me nëshkrime. Janë 3 forma për tema të ngutshme. Për urgjente thirrën seancat kur zoti mos e bofe pas dukuri madhore, në tërmet, në vërshem, në luftë civile, në diçka e jashtëzakonshme. Asë e jashtëzakonshme urgjente. Që ndodh stjep kohë ty 3 ditë me thirrën seancë, po thirr tash për mas një ore thirr seanca. Ko lufte. Nuk kem ko lufte. Prandaj ne jemi edhe po e them edhe një herë, asnjëherë për asnjë temë nuk i përgjigjemi thirrjes së seancave urgjente. Pik. Sepse s'ka arsye. E tash, a ka qenë për ngut? Le ta mbajnë përgjegjësinë kryetari i komunës i cili i thash, është dokumenti i faktuar prej datës 8 tetor. Nuk i ka përgjigj dhe nuk e ka injoru plotësisht kërkesën e akuzues. Nëse ky 5 muaj ka hesht, tash urgjenca është për 5 orë të bëhet sandi, jo. Ka problem. Jo. Jo, ka funksionuar kuvendi ka funksionuar për herë. Po, no. Nëse kam kuptuar drejt gjatë numërimit të atyre pikave të kërkesave të universitetit, një prej vendeve ku është kërkuar apo keni sugjeruar ju, keni propozuar është edhe vendi pranë shkollave të mesme, të hipotobore me shkëlqyer, një pjesë apo me shkëlqyer. Po. Pse nuk ndodh kjo konkretisht? Me që është shumë më praktike për universitetin që të jetë pranë objektit ekzistues. Për çka nuk po ndodh? Përgjigjen të mëonë kryetari i komunës. Nuk di që ka një arsye, por një di që është zgjidhja e vetme më pranueshme. Edhe thash në fillim konferencës. Për neve vota PDK-s edhe për krye PDK-s është e plot 100% për kërkesën që ka bë UKZ-ja për me dhënë shfrytëzim hapësirën të shkollat e mesme. Hapësirë ka. Kur gjë nuk cenon atë nuk e cenon funksionalizimin. Absolutisht jo. Edhe ajo duhet të jetë zgjidhja e vetme që u dashme ndodh me kohë tetor, jo sot. Bëre në qershor ka filluar kjo procedurë, sipas përshkrimit të kërkesës që ka bërë. Prandaj ne jemi për atë zgjidhje, që është e qëndrueshme, përkohshme. Çuçi që duhet të përkohshme, është funksionale me ndodh investimi i një objekti të ri në gjatë shkollë. Por e përkohshme është sepse Gjilani në të ardhmen nuk e ka çare pa gjetë një hapësirë për me ndërtu një kampus që ka hije universitar, sepse atë vërtet gjendja nuk është afatgjate që mundet me pas një perspektivë në atë hapësirë. Prandaj ajo rrugë do të jetë me planin zhvillimor komunal, i cili është, po them prap, alfa dhe omega e zgjidhjes të gjitha problemeve, duke filluar sot që një çështje që ju besoj që jeni të njoftuar. E vetmja komunë e Kosovës në Gjilanit është që ka nisë 10 projekte
të dështume e disa po punohet edhe që janë pa leje ndërtimore. Ku keni pa jo që komuna me nis 1 milion në investime pa leje. Pa leje e ki rrugë që po ndërtohen sot. Pa leje e ki stacionet e buzave. Nuk ka leje as për rënim, nuk ka leje as për ndërtim. Nuk ka leje në Spital Gjilane që më ndërtohet shtëpia për qendrën ditor pensionistave. Nuk ka leje as shkolla mesme e mjekësisë së Laponisit. Nuk ka leje shumë projekte. Drejtori ka thënë të thotë krim pëlqim prej ministrisë. Pëlqimi nuk është leje. Pëlqimi është ty ta jep të drejtën me planifikuar gjatë zonë ndërtu diçka. Po leja është kur ti merr dokument që ki të drejtë ndërtimi. Prandaj kjo anarki nuk ka qenë kurrë në Gjilane. Kështu tash të dalim prej temës për cilën na keni thirrë, po provokojmë me një pyetje. Do vonë sipas jush, këtë çfarë fundit kemi të bëjmë me shkelje ligjit në rënim të stacionit? Po. Edhe në ndërtim, rindërtim. Po. A keni iniciu procedura jo si opozit? Ne nuk kemi zhvilluar procedura si opozit, ne po i ngrisim shqetësimet tona edhe nëpërmes konferencave, edhe përmes komunikatave, edhe asamblesë tonë në Komendin Komunal, kur mban ato dhe për vitet çështje të rëndësishme. I kemi bërë thirrje publike institucioneve të drejtësisë të hetojnë. Fatkeqësisht ata janë të përgjumur, po e vazhdojnë këtë komoditet tyne. Është me kjo sepse çdo qytetar mundet të mësua me thonë po pretendon diçka, po du me ndërtu vetë diçka tjetër. Me këtë logjikë. Logjika e partive politike nuk është më marrë me hetime, dhe ne nuk kemi atë rol. Ne bëjmë thirrje institucioneve edukate për t'i trajtuar këto çështje. Nëse ata nuk e kryjnë punën e vet, ana më shumë të kenë çfarë bëjnë. Ne nuk, jo ne si Parti Demokratike, po ne di edhe ju e dini sigurisht që në Gjilan që tu janë nis shumë raste, janë denoncuar shumë raste edhe heshtin tenderët që janë keqpërdor këtë qeverisje, po atë halumën. Heshtje ka. Asnjë mos nuk është marrë. E dini ku është rasti sot me inventarin e QKMF-s. Ku është sot rasti i blerës së kamionit për tregun e gjelbër që shkon Gjermani kryetari ka bler vetë personalisht, që shkeli më tron, më flagrante nuk ka. Heshtje. Prandaj ka shumë raste tjera, të cilat sot nuk kemi në konferencë, po roli i drejtësisë është që do të më marrë me të raste kur ka informacione. Fatkeqësisht ne kemi qitë edhe dëshmin publik, ata kanë hesht. Uroj që t'jenë të bë punën e vetë, po ende nuk kanë ardhur në një moment të caktuar për me publiku punën e tyre. Këtë tema. Do të rasiti në përfundim të kësaj seance të sotme, kryetari i komunës efektoi edhe një çështje që tha ne do t'i ftojmë sërish partitë, subjektet politike dhe do ta diskutojmë këtë çështje. Kthehem te pyetja e kolegut Muhamedit, nëse ju ftona do të merrni pjesë me çështën që konstatoj kjo që tash që është nevojë e ngushtme, imediat. Po, faleminderit nderuar. Ne jemi të gatshëm, e kemi thonë edhe më herët në takim që kemi pas me shefat grupën, edhe sot po e them që jemi të gatshëm me marr pjesë, edhe kemi kërku, se dim që kërkesa e stafit, e rektorit të Universitetit Kadrizde ka qenë që është e ngutshme, ai e ka sjell këtu para 4 muaj gjysmë në komunë, ka sjell kërkesën, kryetari s'ka pas kohë më marr, ka pas sigurisht punë më të rëndësishme se kjo, do të është një javën e fundit ka kaptu sa unë që ka dështu sot, nuk ka zgjidhje tjetër. Zgjidhja vetëm është ftesa dhe marrëveshja me opozitën për me ecë përpara. Kryetari ka shumë qartë dhe drejt, për neve është e pranueshëm kërkesa e parë e rektorit që është afër universitetit dhe ne do të shkojmë takim, do të ndëgjojmë arsyetimin, na kemi kërkuar drejtori i urbanizmit, drejtori i katastrit, drejtori i arsimit, kryetari i komunës, me na ftu neve, me na sqaru atë kërkesë, me na sqaru mundësitë dhe ne do të marrim pjesë dhe do të ecmi tutje. Faleminderit. Sa mendoni sa kohë ju për mu dakordhu? Shano, mund të pritet mesi javës që vjen në pritet? Ne prej tani jemi të gatshëm edhe për takime me çështjen e caktuar për diskutime, edhe nuk kemi na kundër asnjë mbyrë, kemi qenë asnjë kundër. Ne kemi propozimin ton, jemi për çatë variant. Kuvendi ka shumica vendosin kuvend dhe pajtohemi çdo dhe një marrë që mirët në këtë formë. Faleminderit shumë për prezencën e juve.